A keni ngu për Ibrahim Tatlisesin? Ketë. A ka të në kush ka nuk e një Ibrahim Tatlisesin? Si mos ta njef, dhe ta shef babin tanë Mortezin. Edhe ki Ibrahim Tatlisesi e pas ka një show atje në Turkia, Ibo show. A ke qështu më labit? Edhe në atë show e në atë po thot diçka. Mos kujtoni që anket e pasunia. Thot njëherë pa ta shkue te Sabanxhia. Sabanxhia është njëri pi pasunikëve më të mëdhenj Turkisë, ka dek. Inshallah Allahu xhelal e ka mëshiru. Prej pasunikëve më të mëdhenj, i ka pas 80.000 punëtor. 80.000 punëtor, ai dini sa 80.000 punëtor. 80.000. Edhe kur ka dekën, ka urdhënuar thot pasunia e tij na mundon 3 pjesë. Një pjesë për punëtor, një pjesë për medreset, e Turqisë, çka mësojnë do thot Kur'an e Sene, edhe një pjesë për 2 qikat veta, të cilat sakat i ka apëtën. Nuk i ka dhe ato 2 qikat komplet. Thot, kur shkova të i Sabanxhia, e poshta, hajke Sabalëk, qka? Kastraveca. Veç Kastraveca. Edhe pi thamë unë atina pa, veç me Kastraveca, tha, qerat mi ka bon këti asak, doktore. Dhe thot, pasunin e dunjohës e ka, ama apet Kastravec ki më hongë. S'ka, ti ka bon zabran, jasak ato qerat, dhe thot, ti ka ndalu mi hongën. Dhe thot, nuk ka problemi sa pare ki me pas. Problemi është atë ka me dhonë ti Allahu shnet që mi gëzuti që të pare edhe me hongë që ta shka ta ka shkrujtë Allahu në gjelele apo jo. E për ata syri njeri nuk do të mutot për riskit, se riski është i garantuar. Kur ka kriju Allahu ta ka kriju edhe riskit.